138 vjet pas shpikjes së semaforit, ende asnjë i tillë në qytetin e Vlorës. Vlora prej 15 vitesh nuk ka asnjë projekt konkret për sinjalistikën. Në bashkinë e Vlorës nuk gjen asnjë cop letër, qoftë edhe të shkruar me dorë ku të jetë një strategji a plan veprimi. Trafiku tashmë ka nisur të jetë kaotik në shumë akse, ndërto edhe më të frekuentuarat e qytetit të Vlorës. Numri automjeteve ende nuk ka nisur të shtohet, ndërkohë që ardhja e emigrantëve dhe pushuesve duket se do të paralizojë totalisht qarkullimin. Për qytetarët është i vështirë kalimi si këmbësor, pasi vijat e bardha janë të vështira për të dalluar, të zbeta vende në të tjera akse thjesht nuk ekzistojnë. Tabelat orientuese mungojnë gjithashtu, ndërsa numri i aksidenteve me shkak mungesën e sinjalistikës është rritur në masë. Vizat e bardha as nuk ka me botën, si që themi me botën, se kemi qenë 2 ditë për jashta, me semaforme të gjitha, edhe ku janë bërë, as vetë në nuk i din ata ku janë bërë, jo më tutje, rrezik për jetën, kjo është arsyeja. Aksidentet janë të pranishme nga dita në ditë. Më e madhe e jetës urbanistike, vizimi dhe skemafori. Qa të them unë, kjo është mungesa e kujdesit, kryesisht që varet nga bashkia. Vlorë mungon sinjalistika. Kalojmë me një nxitim duke kthyer kokën majtas djathtas më të bëhet karambol. Fat keq e pson. Vina Greqia, rrugët në Shqipëri janë për i bret. Nuk ka vizat e bardha, nuk ka asgjë. Rruga është për i bret në të vërtet. Nuk e prisa kështu për në Shqipëri. Unë punoj shofer taksie. Kam disa vjet, si paguaj detyrimet e rregullta dhe pozicioni që është këtu tek vijat e bardha s'ka asnjë lloj. Këtu pritet në minutë të bëhet aksident i rënd, sepse hidhesh tek universiteti në Riviera te universiteti dhe s'ka semafor për vite me radhë. Ne presim të rregullohet rrugët për i brat. Gjithë taksat tona ku po shkojnë, as ku e marr vetë. Këta po e zën me militar, ne që atje deri këtu me zivimin do kalojmë këtu. Po vizat e bardha s'ka. Ka vlen për të dëshiruar, nuk ka fare, mos themi që ka diçka. Mungon vizimi njërë në radhë të parë. Ne punojmë taksi, këtu s'ka vizimi me vijat verdha, vinë parkohen makinat e tjera, nuk i njojnë fare se s'ka vizim. Pastaj, tash i vjen sezoni verës, është e nevojshme kjo sinjalistika të jo të përmirësohet, po të jetë në nivelin më të lartë. Vështirësitë e qarkullimit janë aq të mëdha se rrugët nuk i përballojnë këtë fluks që do të ketë, detyrimisht që ne jemi të shqetësuar se nuk na vjet në ndihmë si të gjithë qytetarëve të tjerë. Ky Yni është i vetmi qytet ku përcaktimi i vendodhjes së sinjalistikës në rrugë bëhet rastësisht, pa u konsultuar, pa një plan veprimi, pa shpjeguar pse një aks është me një sens e pse një tjetër me kalim të dyfisht, pse diku lejohet parkimi e diku tjetër jo. Qytetarët nuk e din kush i merr vendimet për vendosjen e tabelave, e aq më pak din pse Vlora lihet në kaos për sa i përket sinjalistikës. Prej vitesh në Vlorë vizatohen rrugët në prag sezoni, me bojë që fshihet nga gomat e makinave brenda javës. Këtu s'kan mundur të zbatohen shpikjet shumë shekullore, e jemi të bindur se një rekord e kemi thyer. Jetojmë në të vetmin qytet turistik, i cili s'ka parkur, semafor të ndezur.